Presidenti Amerikan Donald Trump ka rritur pritshmëritë për një zgjidhje të afërt diplomatike me Iranin, duke deklaruar se palët janë shumë afër arritjes së një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit. Ai u shpreh para gazetarëve në shtëpinë e Bardhë se ka gjasa të mira për një marrëveshje dhe se një raund i dytë bisedimesh mund të zhvillohet gjatë fundjavës. Deklaratat të ngjashme Trumpi përsëriti dhe gjatë një aktiviteti në Las Vegas, ku theksoi se zhvillimet në terren po shkojnë në drejtimin e duhur dhe se përfundimi i konfliktit mund të vijë shumë shpejt. Megjithatë, ai nuk dha detaje të plota mbi përmbajtjen e marrëveshjes së mundshme. Sipas tij, një nga elementët kyç të negociatave është çështja e uraniumit të pasuruar, duke pretenduar se Irani ka pranuar të dorëzojë rezervat e tij, të cilat konsiderohen thelbësore për prodhimin e armëve bërthamore. Trump la të hapur mundësinë që një armpushim aktual 2 javor të mos zgjatet, duke paralajmëruar se me mungesë të një marrëveshje luftimet mund të rifillojnë. Konfliktet mes palëve nisi për sulme ajrore të ndërmarra nga SBA-ja dhe Izraeli ndaj Iranit me 28 shkurt, ndërsa një armpushim i përkohshëm u arrit me 7 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit. Raundi i parë i bisedimeve u zhvillua në Islamabad me 11 dhe 12 prill, por përfundoi pa rezultate konkrete. Ndërkohë, një delegacion pakistanez i udhëhequr nga Asim Munir ka qëndruar në Teheran për të përcjellë mesazhe nga Washingtoni, duke vijuar rolin e ndërmjetësues të Pakistanit në këtë proces. Shtëpia e Bardhë ka për të ditur se dhe raundi i dytë i mundshëm të bisedimeve pritet të zhvillohet sërish në Pakistan.